Ditë më parë, Bedri Hamza u zgjodh kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës gjatë konventës së mbajtur të kësaj partie. Hamza u zgjodh përmes votimit të hapur dhe për të nuk ishte votuar kundër askush. Ai nuk ishte kundër kandidat dhe zgjedhja e tij u bë pasi Memli Krasniqi ditë më parë dha dorëheqjen nga kreu i partisë. Mirëpo, zgjedhja e tij u komentua për faktin se nuk ishte kundër kandidat dhe u vlerësua si jo demokratike, e për këtë çështje për bota sot, foli profesori Enver Bytyçi, i cili fillimisht mikpriti dorëheqjen e Krasniqit, derisa tha se ky i fundit nuk ishte i lirë në rolin e tij në PDK. Krahas kësaj, vlerëson se Krasniqi ka pasur presion në momentin kur u dorëhoq. Megjithatë, beson se Hamza e meriton pozitën e kryetarit të kësaj partie. Memli Krasniqi dha dorëheqjen nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe njoftoi mbajtjen e konventës së parë për zgjedhjen e kryetarit të ri brenda 5 ditësh. Dorëheqja e zotit Krasniqi ishte qytetare, ai dëshmoi se nuk është mastik pas pushtetit dhe se është njeri i lirë. Të dorëhiqesh është si të thuash kthim te liria e munguar. Memli Krasniqi nuk ishte i lirë. Ai kishte presion të jashtëzakonshëm prej ekstremistëve të Partisë Demokratike, sepse për mua ishte i moderuar. Presioni ndaj tij u duk edhe në momentin që u dorëhoq, sepse shpalli menjëherë mbajtjen e konventës për kryetarin e ri, çka dëshmoi se kryetari ishte përcaktuar. Bedri Hamza u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, por shtrohet pyetja: a e meriton zoti Hamza këtë detyrë të lartë në krye të partisë kryesore të opozitës ose partisë së dytë më të madhe në vend? Mendoj se po. PDK pritej që në zgjedhjet e nënshkurtit të këtij viti të dilte forcë e tretë politike në Kosovë. Ajo tejkaloi LDK-n dhe mbeti sërish forcë e dytë, edhe për shkak të performancës së kandidatëve të PDK-s për kryeministër pra të Bedri Hamzës. Suksesi i tij elektoral nuk ishte fitues, por ishte arritja më e mundshme në kushtet e kësaj partie. Memli dhe Bedri Hamza kishin rolin kryesor. Në këtë kuptim, kreu i ri i PDK-s nuk mund të kontestohet, deklaroi ai. Mirëpo Bytyçi theksoi se tjetër është të meritosh diçka e tjetër të krijosh, gjasa të ndryshosh gjërat në PDK. Sipas tij Hamza është menaxher, por jo lider, pasi të fortët e kësaj partie vendosen atë në udhëheqje. Por është tjetër të meritosh një pozitë të tillë dhe tjetër gjë të krijosh shpresa se mund ta nxjerrësh partinë në fjalë nga pozicioni ku është. Nuk besoj se Bedri Hamza mund ta bëjë këtë. Ai është menaxher shumë i mirë, njeri shumë i mirë, por jo edhe lider. Partia Demokratike e Kosovës nuk po pretendon lider. Zgjedhja e Bedri Hamzës është plotësisht i dëshirës të fortëve në këtë parti. Të fortët si Sami Lushtaku kanë vendosur që të sjellin sërishmi në krye të partisë një person me imazh pozitiv, por që nuk ka asnjë ambicie për të bërë lider. Nuk ka autoritet dhe prestizh minimal për të përballur me sfidat e kohës në Kosovë. Ky është Bedri Hamza. Tutje profesori kritikoi mënyrën se si u zgjodh kryetari i ri i PDK-s, e që sipas tij ishte gjë e diktuar. Ai vlerëson se personat e tjerë pyetën për këtë parti dhe si rrjedhoi Hamza nuk mund t'i jap frymë të re asaj. Jam i bindur gjithashtu se zgjedhja e tij në mënyrë të shpejtuar në krye të PDK-s është akt i diktuar edhe nga dy ish kryetarit e kësaj partie që me të drejtë apo pa të drejtë mbahen në qelit e Gjykatës Speciale të Kosovës në Hag. Pra ka dorë Hashim Thaçi dhe Katri Veseli, por Thaçi është kryesori. Përpasoj, ai nuk sjell ndryshim. Nuk mund të këndell as të jap frymë Partisë Demokratike të Kosovës. Është nën tutelën e fuqishme. Asnjë parti me lider frikacake të detyruar të bëjë çfarë i thonë të tjerët, qofshin dhe këta të fortë apo lider paraardhës nuk ndryshon. Nuk do të ndryshojë as pak Partia Demokratike e Kosovës. Vendimi i kësaj partie i artikuluar nga Vlora Çitaku për të mos marrë pjesë në seancën parlamentare për buxhetin e shtetit të vitit 2026 është prova e parë e radikalizmit të PDK-s në drejtimin e Bedri Hamzës. Kjo tregon se zgjedhja e tij është makiazh. Madje kjo ndodh kur drejtuesit e fshehtë të kësaj partie të kenë vendosur që ta radikalizojnë më shumë partinë e tyre, zgjedhin një të moderuar me qëllim që të fshehin karakteret neofashiste të partisë së tyre. Kjo ka ndodhur me këtë parti në konventin e fundit dhe ndodhi zgjedhja e lirë, pa debat, pa kundërkandidat, pa platforma në diskutim. Krahas kësaj, përmendi edhe tentativat e Hoxhait për të kandiduar për kryetar, mirëpo që një gjë e tillë dështoi. Një përpjekje e ish kryetarit të komanduar të kësaj partie
Pra Enver Hoxhait për të zgjatë afatin e mbajtjes së konventës dështoi sepse ata që emëruan Bedri Hamzën kishin vendosur të mos kishte kundër kandidat, frika se mos fiton dikush i pabesueshëm, për kastën e vjetër bëri që zgjedhja e kryetarit të ri t'i ngjante një puçi politik brenda kësaj partie. Kjo karakteristikë e procesit të zgjedhjes nuk jep asnjë shpresë se diçka do të ndryshojë në këtë parti, nuk premton se PDK-ja do të bëhet më shumë partia e interesit të Kosovës se sa partia e interesit të fortëve që e kanë ngrabit Kosovën me e pa licencë, shtoi ai. Në fund, profesori shtoi se nuk do të ketë ndryshim në vendimarrjen e PDK-s nga një kryetar moderator si Hamza, e këtë e sqaroi si më poshtë. Vendimarrja do të mbetet ajo që ishte, madje më e radikalizuar, sërishmi nga një kryetar moderator. Veprimet do të radikalizohen gjithashtu duke përdorur sidomos metodat që kanë dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Nuk pres që të ketë kompromise të arsyeshme në dobi të interesit kombëtar, por ka një mundësi ndonse e vogël që grupi intelektualëve të kësaj partie të bëjë një rezistencë dhe të mobilizohet për të drejtat që u takojnë. Refuzimi i Enver Hoxhait për të kandiduar është arsye e mjaftueshme që të ndodhi ky rebelim. Nuk e di sa mban aktualisht lidhja me kryeministrin e Shqipërisë, Zoti Hoxhaj, por nëse i ka shkëputur ose i shkëput këto lidhje, ai mund të bëhet aktor dhe faktor stabiliteti, koherence dhe racionalizimi në Partinë Demokratike të Kosovës për të penguar krahun radikal të ish-lëvizjes popullore të Zvicrës, përmbylli Enver Betyçi për Bota Sot.